pas edhe vazhdo. Kjo pengesa këtu para çka është? Punime në rrugë, apo? Drejtoje tash me njerë. Okej, edhe drejtoje. Mirë po, çdo anashkalim trenuçja e bën me sinjal, apo? Me thonë, duhet t'japim sinjal se ne bën një anashkalim, apo? Sinjalizojmë djathtas, e kemi udhëpriq pa shenja, edhe automatikisht ne vazhdojmë, se ne jemi vragu i gjatë. Vazhdo me gas. Gjithmonë udhëpriq pa shenja shkon para krahila. Komplugun e shtypish pa nevojë, liro, komplet, vazhdo me gas. Apo, gjatë procesit muzikës, neve nuk e shtypim pa nevojë. Vetëm kur e përdorim trenin motorik, ose kur ndalemi total në vend, ose kur jemi në trafik, do me thonë, kemi kolon edhe ne punojmë vetëm me komplugin, e lishëm pak e ulim, edhe do me thonë, vazhdojmë ashtu gradualisht. Kemi krop edhe prap të tërhoqja pak timonin, të kapim kropën mes veturës. Tashmo vazhdon në rruga 2 kashe. Do me thënë, deri tash e patëm 1 kafeshe, kurse tash vazhdojmë 2 kashe dhe automatikisht kalojmë në kursin nga ana e djathtë. Para kemi semafor. Neve në qytetin tonë zakonisht vetëm semaforët në ndalin, se për ndryshe, në qoftë se është vetëm udhëpriq me shenja ose pa shenja, do me thonë kemi aksidente fatale. Vazhdo me gas, ka një grop, gas edhe pak, nxjerrim të dyta, vazhdojmë. Çdo anashkalim e bëjmë me sinjalizim. A është pak pun proces tregut kjo vetura? Kjo vetura që e bëm anashkalim. Jo, do me thonë mes rrugës edhe është ndalë ashtu si s'duket. Derisa s'ke qenë shofere, do me thonë nuk I ke pa këto pengesa në rrugë, apo? Kurse tash I shofish. Vazhdo të rindusha pak shpejtësin rritet. Liro komplugin flutën. Vazhdo me gas rritet shpejtësin se semaforin e kemi të gjelbër. Dhe kështu që kalojmë në të gjelbër. E largojmë tash pak gasin edhe vazhdojmë me gas përsëri. Nga se rruga është e prishët edhe për atë arsye, neve duhet ta ngadalsojmë shpejtësin.
ka po këtesëm ashtu si duke, ne shkëm shpecin e po edhe të është. Edhe pak me le të logën e të edhe tash vazhdo majtë asë një apo nuk duhet të na ikë detyra jonë nga ana e majtë apo timonin drejt edhe shkëm drejt e shkronja së nuk është më posë përsëri e mbajmë kursin si duhet. Dhe tonë e bëjmë para nga mbrapa edhe përsëri kur shkojmë para, përsëri nuk duhet t'i shkelin vijat e plota, apo? Anën e djathtë. Shikaj ke bosta? Dhe tash kopa njashtë, përsëri komunitarë. Super, apo? Nuk e patëm vështirë ta bësh. Qëndrova e heshtur për arsye se ta shoh se si do e bësh. Po na
kthejnë, apo? Vazhdojmë. Super. Bëne gati. Mos shpejto. Edhe pak. Okej. Vazhdo gas të Perfekt. E vërejsh. Vetë do me thonë nisa. Vetura, apo? Vazhdo kadar. Super. Këllë pak, Okej, këtu neve bëm riprestimi për sëritjen e disa ushtrimeve në poligon, 4 ushtrimeve në poligon, dhe tash përsëri do rikiqemi në gënbanim në qytet dhe do e përfundojmë orën jashtë. Hajde, vazhdojmë. Gati? Çfarë duhet bëjmë si fillim neve kur hipim vetur, si bëhemi gati? Nosim litën e sigurit. Po, Ka litën e drejtoj në pozicion të duhur. e nalim. Okej, nëse i kemi okej, taktilizome. Pasqyrat e shiqemi i kemi rregulla jo, sa jo është shumë e rëndësishme. Edhe vazhdojmë. Hajde. Vazhdojmë. Kur neve kemi stop para, çka duhet bëjmë? Duhet ndalojmë. Do shkojmë djathtas edhe automatikisht sinjalizojmë djathtas. Edhe do dalim me shumë kujdes djathtas duke shiqu anën e cilën anë shiqojmë? Anën e majtë. Mirë po, nëse shkojmë majtas, cilët anë duhet t'i shiqojmë? Të di anën e majtë edhe anën e djathtë. Edhe fix dalim nga dalë që të reshtohemi fix nga ana e djathtë. Apo? Vazhdojmë procesin. Vazhdojmë. Gas pak. Rruga është e prishet edhe pak problem të pozicion pak më shpejt. Vazhdojmë me gas pak. Sinjalizojmë ana e djathtë. Me rekthesën, duhet rreshtojmë fix nga ana e djathtë. Apo? Edhe tash rreshtohemi fix ashtu si duhet. Vazhdojmë me gas. E shofish fix kemi vetur para, pak më andej këtëm se djathtas jetë. Fix kishim vetur përballë neve, apo? Po qofse ne nuk rreshtojmë ashtu si duhet nga ana e djathtë, automatikisht ne përballemi, sfidohemi me veturën që kemi përballë neve, apo? Kemi një fund të vogël, ku duhet ta ulim shpejtësi. Edhe kur jemi ndarjoll të ngushtë, ndalje të ngushtë, e shoh se atëre ke pak pengesë shkosh nga ana e djathtë, apo? Duke e parë se s'ka vend hapësirë për atë veturë përballë që e ke, edhe ikish nga ana e djathtë. Nuk duhet të ikim se neve e dëmtojmë veturën tonë, apo? Megjithse është rruga e ngushtë, ka vend edhe hapësirë edhe për atë veturën që kemi përballë, okej? Vazhdo me gas. Rritë shpejtësinë lutem. Vazhdojmë me gas. Kemi pengesë para, apo sinjalizojmë majtas. Prit veç pak se groke, tash me rekthesën. Do me thonë duhet, vazhdo me gas, duhet kemi kujdes maksimalisht gropat nga se dëmtojmë veturën tonë, apo?
Tash ndeje fillestare dhe nuk I kuptojsh ato një pak të ardhmen, kur do I zhvillojsh pozitën pak më shumë, atëherë do të thonë do të vim se të vetura. Shkojmë djatës. Edhe këtesën këni. Edhe shtojmë nga në djatë. Vazhdojmë me gas. Me gas edhe pak lutën. Tash, sinjalizojmë majtës edhe kalem. Mos e ullë kom plugin lutën. Vetëm me gas vazhdojmë, apo? Nuk kemi vetur nga në e majtë edhe automatikisht e vetë keqen kursin tjetër nga lesinjali. Në moment do me thonë që e bëjmë ndrimin e kursisë dhe nuk nga duhet më sinjali. Shpejtësinë e kemi të kufizuar deri 40. Do kyqemi në rekore dhe do vazhdojmë lartë për qendër, apo? Vazhdojmë me gasën të ndjekim nasën. Kemi kujdes nga këmësore, ta kemi këmësora jo. Okej? Vazhdojmë. Shofim me kujdes nga në majtë, kemi vetur, vazhdojmë. Mbajmë rekoren, sinjalizojmë djatës, drejtojmë, pëndon djeli, nuk të ulish këtërisë për para nësë pëndon, sinjalizojmë nga në djatës, shifa ke vetur djatës, me gas të vëtë. Kër e bëjmë ndrimin e kursisë, automatikisht të rritim shpejtësi, dalim pak më shpejt e shpejt. Freno pak, hajde dhe pak para. Dhe këtu miq, këtu ishte përfundimi I orës tonë.